Ka nisur prej një korrikut aplikimi për kompensimin 10% për fermerët, një mbështetje financiare për ata që kanë dokumentuar shitjet e produkteve bujqësore me autofaturë. Periudha e aplikimit është nga data 1 korrik deri më 31 dhjetor 2026. Gjatë kësaj kohe, fermerët kanë mundësi të aplikojnë për të përfituar këtë kompensim. Ai vlen për shitjet e kryera gjatë periudhës nga 1 janari deri më 30 qershor 2026 dhe synon të mbështesë aktivitetin e fermerëve duke nxitur formalizimin e transaksioneve dhe zhvillimin e sektorit bujqësor. Aplikimi kryhet rësisht online nëpërmjet platformës e-filing, duke bërë procesin më të thjeshtë dhe më të shpejtë për të gjithë përfituesit. Tatimet sqarojnë se fermerët që plotësojnë kriteret mos e lënë aplikimin për në momentin e fundit, ku afanti përfundimtar është ai 31 dhjetor. Në njoftimin e publikuar nga kjo administratë, ftohen fermerët të përfitojnë nga kjo mundësi për të marrë këtë kompensim që u takon dhe për të përfituar mbështetjen e parashikuar për aktivitetin e tyre bujqësor.